është i lirë lojtari të zgjedhë, po çfarë tradhtie ka bërë ai? Ai nuk shkoi në kombëtaren e Zvicrës apo të Austrisë. Se dashuria për kombin vate vetëm dashuria për futbollin? Gjuhën shqipe ja ka mësuar? A ja ka mësuar djalit gjuhën shqipe? Publiku duhet respektuar me bileta me çmim të arsyeshëm për xhepin e shqiptarit. Trajneri mund të ndryshojë, lojtarët mund të ndryshojnë, presidenca ndryshon, vetëm publiku nuk ndryshon. Përshëndetje miq Telesport, rikthehemi podcastin Versus, episodin 96. Jam me një mik të kësaj tavoline, të këtij podcasti, preferoj ta quaj tashmë radiologun e analizave në lidhje me shumë tematika mbi futbollin. Pa diskutim që kur flasim për futbollin, duhet të flasim edhe për sportet përgjithsisht, sepse personazhi në fjalë është një njerëz akademik i cili ka një njohuri të përgjithshme mbi të gjithë llojet e sporteve dhe jo thjesht vetëm për futbollin, por ne na pëlqen ta ngacmojmë më shumë për futbollin sepse ajo është ndoshta për sporti më popullor në botë. Mos harroni të na bëni subscribe kanalin ton në YouTube, gjithashtu na ndiqni edhe në TikTok, në Instagram dhe në kanalin që kemi hapur në WhatsApp që vinë njoftimet e fundit për lajmet e ditës. Jam me profesor Përparim Kabën, profesor mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Preferoj ju pëlqen termi radiolog? Ku shkon të bësh vizitën, domethënë ndodh 3 muaj, kalon mirë. Po, tash i bën me rezonancë magnetike. Domethënë kalohet në vështrime të jetimta në organizmin e njeriu, në pjesë të tij ose në tërë trupin. Gjithsesi, është drejta juaj që të bëni formulimin. Jo, kjo është një si tip kështu sepse është fikse ajo analiza që i bëhet trupit njeriut kur shfaq pak probleme, do të shohësh pas 3 muajve. Atë shikosh atë që nuk duket. Po, atë që nuk duket. Fiks jemi në brendësi domethënë. Jemi jo maja e icebergut, por pjesa poshtë. Po, për ç'a ndodh në brendësi. Ç'a ndodh në brendësi. Do flasim me profesor Kabën në lidhje me tematikat aktuale, në lidhje me kombëtaren, duke qenë se me profesorin nuk kemi pasur biseda gjatë saj kohe që u zhvilluan dhe ndeshjet e kombëtares dhe duam tim mendimin e profesorit si i pak këto dy ndeshje, por gjithashtu edhe për kampionatin shqiptar që tashmë po hyn në një fazë të nxehtë, është ajo faza popullore që ku ndahet shapi nga sheqeri. Po të shohim se si do ndahet shapi nga sheqeri. Siç e dim është Final Four, por është edhe lufta për mbijetesë sepse kampionati tashmë po bën 2 vite që kampionati është i ndarë në 2 pjesë dhe mes 2 pjesëve është vetëm një unaz lidhse holl që mbetet një skuadër gjithmonë që do jetë mes poshtë dhe lart domethënë. Do ta nisim me profesor Kabën me kombëtaren. Do ta pyesim si e pa ndeshjen në Wembley, çfarë rodhi më pas ndeshja me Andorrën dhe çfarë mund të përmirësonim? Çfarë përshtypje jep kombëtare? A ka optimizëm para ndeshjes më të rëndësishme që vendos fatet e grupit për ne, ajo kundër Serbisë? Gjithashtu dhe për futbollistë caktuar, disa ndryshime që bëri trajneri Silvinho dhe do dalim më pas edhe në kampionatin shqiptar, në kampionatet e huaja sigurisht top 5 kampionatet më të mira dhe disa ngacmime të fundit për Champions League. Kjo besoj do jetë trajtimi i temës sot në këtë podcast dhe shpresoj që do të kënaqeni. Profesor, do ta nisim nga ndeshja në Wembley. Ndeshje e humbur, patjetër, por më duket profesor sikur ka ardhur ai momenti që shqiptari, nga që steka është ngritur shumë, tani nuk po kënaqet më vetëm me humbje me pak. Po tash ndeshja në Wembley ishte një ndeshje jashtëzakonisht e vështirë për shkak se kampionati anglez, Premier Liga, është një vitrinë e një futbolli të jashtëzakonshëm me super talente britanik edhe të huaj me trajnerët më të mirë, me ambientet sportive më të mira dhe me financimet super milionshë të cilat në kampionatet tjera nuk i takon. Mua nuk më bëri përshtypje thjesht humbja, sepse të mundesh nga Anglia brenda në Angli nuk është në një tragjedi. Doja thoja 2-3 gjëra që mund të ishin bërë më mirë. Në gjykimin tim. E them të në gjykimin tim sepse mbas asaj ndeshje vura re që shumë të vetshpallur specialist futbolli, po edhe gazetar karriere, shpaguan keq kundër Silvinhos, kundër ekipit kombëtar dhe më kujtua një tipar që ka antropologjia jonë që
jemi më të sinqert kur urrejmë se sa kur dashurojmë. Kur dashurojmë jemi hipokrit. Kur urrejmë çfarë ka barku nxjerr bardhaku. Domethënë nuk lan gjë pa thënë. Kjo nuk e shëndosh futbollin, as ekipin kombëtar. Pra, analiza do të jenë konkrete dhe duhet bërë nga specialist fushës, ish trajner të ekipit kombëtar, gazetar karriere që karakterizohen nga një fair play mediatik dhe nga njerëz që nuk flasin pro apo kundër nga pozitat e llogoreve të interesit. Pra, e bëra këtë hyrje për thënë që kjo që do them unë është krejt personale dhe nuk duhet marrë si një gjykim apo vlerësim me një eksperti. Kur luan kundër ekipeve të tilla, detyra kryesore e ekipit vogël është të japin maksimumin fush. Madje a ka mundësi edhe diçka më tepër për të përballuar diferencat. Kur dolën ekipet në fush, unë vura re, diferenca e parë ishte shtatlartësia. Dhe menjëherë mendova që ata do na gëdasin, do të jemi gjithmonë të rrezikuar nga goditjet e qëndruara, domethënë kornet ose goditjet e dënimit. Edhe ndodhi, domethënë në një moment u gjuhetën 4 apo 5 korne më duket, dhe një rast ishte super merit e Gjimshitit dhe një rast apo 2 raste të tjera të Strakoshës. E dyta ishte shpejtësia e lëvizjes. Pra shpejtësia matet. Dhe goli i parë erdhi për një diferencë shpejtësie midis një 19 vjeçari dhe Asanit ton, i cili dhe fizikisht duke i vogël përpara kundërshtarit. Gati një gjysmë trupi sepse të tillë fizionomi dhe antropometri ka. Unë nuk e di tashin nëse këto analiza i ka bërë trajneri Silvinho dhe stafi i tij dhe nuk hy në këtë detaj, por unë vura re që të paktën 3 lojtarë tanët ishin nën rendimentin maksimal të tyre të paraqitur në ndeshjet tona më të mira, ku ata kanë shkëlqyer. Pra, Ramadani, Asani dhe Bajrami ishin nën kapacitetet e tyre psikomotore, fizike dhe pastaj lojtari bie edhe nga ana psikologjike. Këto mendoj mund të ishin studiuar më mirë nga trajneri dhe mund të kishte luajtur me lojtarë të tjerë. E dyta që vura re, sidomos mbas ndeshjes, ishte një mënyrë oportune të shprehurit të trajnerit, domethënë luhate nga mundësia e një barazimi, sepse patëm 2-3 inkursione në krah aktivizimin e brojës, që do të ishte një arritje goxha e madhe, dhe nga ana tjetër në një mungesë balanse në argumenta, kishte më shumë argumenta që ne kemi diferenca të mëdha dhe ishte një arritje që nuk pësuam një golead. Dakord, edhe kjo është, por le të sillim në vëmendje. Atje ka luajtur para një sezoni, mos gabohem, ka luajtur ekipi kombëtar i Kosovës dhe është mundur 5-3. Pra diferenca ka qenë përsëri 2 gola. Po 5-3 dhe 2-0 flet ndryshe, ku ti për 90 minuta nuk bëre asnjë gjuajtje në portë. Asnjë gjuajtje në portë. Pra ishin spektatori pa pagesë. Nuk mund ta them këtë se ata djemt vrapuan. Jo, në termat metaforik, jo thjesht për ata vrapuan, u përpoqën të bënin ato detyrat. Për shembull, pjesën e parë Uzuni ka vrapuar aq shumë, por thoja, ore trajner, si e ke menduar ti ky? Ky vetëm ti luaje 4-1, 4-1, ky vetëm vraponte dhe gjysmën e fushës ti e kishe lënë. Ne e quajmë këtu, profesor, për të qëndruar te tema, ne e quajmë këtë se e shprehim shpesh të kur sulmuesi është vetëm ishull. Pra, një Robinson i vetëm në ishull. Atje. Ndërsa pjesën e dytë pati diçka më ndryshe, por nga statistikat më duket sikur 18 minuta ai kishte marrë. A që kemi mbajtur topin. Me thënë, është një nivel relativisht i ulët, mos them që është shumë i ulët. Pra, vërtet mund mos rrezikosh, po deri atje sa mos qarkullosh topin, do të thënë, kishte raste që vetëm e largonim nga zona ose
1, 2 dhe të tretën e humbistim, kur ata mund bënin mbi 15 pasime, qoftë në formën e afrimit vertikal të qendërmbrojtësave, qoftë në gjysmëarkjet e handballit që bëheshin nga krahët. Në këtë kuptim them që duhet nxjerrë mësime. Shembulli i dytë është që para disa ndeshjesh Greqia e mundi në Nations Anglin, League. po, në Nations League E ka mundur dhe njëherë Islanda. Po, 1-0, pavarësisht se pastaj Anglia e mundi Greqin në Greqi. Pra, mund të ishte provuar për të luajtur si të barabartë pa patur frikë. Do të thënë, djema, nuk kemi çfarë u mbasim. Edhe po të humbasim me Anglinë këtu, nuk do thot kush si humbi, se si jemi as Hollanda, as Gjermania, as Spanja dhe as Franca. Ndërsa në ndeshjen e dytë me Andorën, unë kisha më shumë frikë. Sepse mbaj mend që ndeshjet e fundit në edicionin e kaluar, edhe madje kur e mbyllëm para se të shkonim në Evropian, ne nuk fituam dot këtu. Pra, edhe ndeshja me Çekin doli 0-0, arritëm në një gjendje që i humnim balancat, sulmonim me mendimin se jemi një ekip i madh dhe nuk shënonim dot kur ekipet të riqeshin në 30 metrat e fundit ose edhe brenda në zonën e repsis, madje linim aq hapësira mbrapa sa mund goditeshim me kundërsulme. Dhe kjo ndeshje më dukej më delikate, sepse po të kishim lënë pik në këtë ndeshje, pastaj historia ishte e mbyllur. Ndër fitoria 13-0 ishte merit e ati goli që erdhi nga goditja e lirë. Aslani ka bërë një harkim ala Del Piero, Pirlo, dhe më thënë që mjafton të ndryshosh drejtimin topit. Është ajo fakt ne që presim nga Aslani. Po, mori fort. A dite u mundua të jep edhe disa me të dyja këmbët, nga e majta nga e djatha, në golin e dytë, po ishte shumë e bukur sepse Broja vetëm me një lëvizje me gjoks e la mbrojtësin e vet mbrapa, mori fundoren, e futi në qendër dhe u shënua goli i dytë. Në ndeshjen e dytë, unë pash një lojtar që këtu në zhargonin italian quhet truri, cervello. Më pëlqeu shumë sheu. Okej. Një lojtar që unë e kisha debutues. Po, e kisha parë Kelaçi. Pastaj bëri transferimin. Po, transferimin në Poloni nuk e kisha parë, por tash lexova që edhe në ndeshjen e fundit. Unë e kisha ndjekur dhe më jepte përshtypje të mirë dhe madje profesor nga ajo që pash në debutimin me kombëtaren, ne kemi parë vetëm 50% atë ideali, sepse kur ti debuton në kombëtaren shqiptare, normalisht që mesazhi që duhet t'i japësh është që të bëj gjërat sa më të thjeshta, për të mos egzageruar dhe për të mos bërë gabime, sepse jam në lupën e vëmendjes. Kjo ra në sy dhe mua më pëlqeu. Ai luajti thjesht, tehet pozicional, kombinativ me pjesën e sipërme të ekipit dhe me pjesën poshtë, lëvizje me trup, me top dhe pa top, pasime të shkurtra të mesme me të majtën dhe të djathën. U mundova t'ja numëroja dhe kam përshtypjen se maksimumi 1 ose 2 pasime mund të ketë humbur, domethënë kanë pas një përqindje shumë të lartë, kishte vizion, edhe shtat lart, kishte vizion, vertikalizonte bukur topat. Domethënë iku Gjasula edhe erdhi ky lojtar se një tipologji kanë. Gjasula mund të jetë pak më i mbushur fizikisht, por në shtat lartësi. Edhe rastësisht në ndeshjen Partizani Laçi, më ul pranë një person që unë njëja familjen ati, prindri dhe të motrën. Bile më tha jam vllai filanes që ke quar në Amerikë dhe u përqafua me i pyeta për të motrën e për kunatin, por pastaj më tregoi që ai kishte një biznes të tillë të një fushë këtu në dal Tiranës dhe tha ai sheu atje ka filluar atje. Më tha edhe për Tresën edhe për Koten. I thash sheu më pëlqeu. Nuk e di tash se se kam ndjekur dhe nuk mund të bëj orakull, po do duhet të shikohet vazhdimsi. Duhet shikojmë. Pra, kjo fitore e pastër ishte një fitore jo fort e lehtë, se këto janë ekipe që mund të nxjerrin probleme, nuk u gabua, duhet bërë kujdes edhe me kartonat e verdhë, sepse futbolli është bërë shumë intensiv.
E nëse ti merr një karton të verdh brenda 30 minutave të para, derisa të vijnë minuta që ti do ndrohesh, se patjetër të ndrohesh, në fillim të pjesës 2 ose diku nga 15 minutat e para, është një pikë e dobët për çdo ekip, jo vetëm për ekipin tonë kombëtar. Që duhet të ruhesh sepse ka strategji të caktuara që e mbingarkojnë hapësirën që ti mbulon dhe mund të shkosh ke gabimi i dytë, e verdha e dytë, pa dëshirën tënde, por i shkaktuar ky karton nga rrethanat. Profesor, në ndeshjen me Andorrën, ajo që dallova nga stadiumi kishte të bënte me një fakt që kisha shumë vite pa e parë, ndoshta nuk e kam parë thuajse fare, sepse dikur ishim të dorëzuar me kombëtaren para shumë viteve dhe nuk është se kërkonim shumë gjëra, por ajo që vura re ishte kjo, disa vëshëllima të përsëritura, ku Shqipëria vetëm qarkullonte topin me një Andorrë që, Leoni ta them profesor, kemi thënë dhe këtu në një nivel ndër më të dobtit që unë kam parë ndonjëherë, domethënë, se edhe presingun nuk dinte ta bënte, jo më të qëndronte. Po mirë, anglezët nuk vëshkëllyen kur ekipi tyre qarkullonte topin dhe Lituania ishte mbrapa. Çfarë duhet bëjnë lojtarët? Jo, them, kjo vjen nga ajo që tham puna pritshmërisë, domethënë ti me Andorrën nuk mund të rish duke humbur. Ne kemi një sportdashës të zjarrt, e kemi thënë dhe e kemi përsëritur disa herë, që fanelën kombëtare e shikon si flamuri kombëtar mbar kombëtar, pra jo vetëm e shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri. Është një simbol gjithëpërfshirës, bashkues të një kombi të vogël që tashti po afirmohet në sport edhe në fusha të tjera, po kryesisht me futbollin. Dhe ndeshjet brenda ndonjëherë janë më të vështira se sa ndeshjet jashtë. Pra ty të mundi Ukraina këtu, po e mund Ukrainën atje. Të mundi Gjorgjia këtu, po ti e mund Gjorgjin atje. Çekia. Po. Pra, duhet t'i lëmë lojtarët ta luajnë lojën si e kanë ndërtuar në dhomat e zhveshjes dhe në atë sallën ku bëhet përgatitja taktike, duhet durim dhe mua më pëlqente komenti që bënte Redi Jupi, i cili e përsëriti disa herë, se unë në atë stacione pash, e jepnin ja 2-3 stacione, dhe i thoshte, kam luajtur vetë me këta, duhet shumë durim, sepse këta rinë shisa poshtë, duhet shumë durim derisa të godasim. Në momentin që ata do psojnë golin e parë, atëherë do hapen edhe më shumë hapësira. Mund të ndodhte që të dilte ajo që parashikonin sportdashët, që ne ta qarkullonim topin dhe të dilte 0-0, që do të ishte një fatalitet. Por, në një farë kuptimi jap të drejtë. Lëvizja në formë handballi duhet që të kombinohet me befasi, filtrim me shtopa, topi vertikal ose diagonale nga qendra mbrapa shpinës së kundërshtarit. Goli i parë i Napolit, e pe 1 minutë e 30 sekonda. Një top i kalibruar mbi kokën e mbrojtësit shtatlart. Mes dy mbrojtësve dhe vendos kush ta kapi që. Dhe ai doli vetëm me portierin. E di çfarë kritikohet, profesor, se ti shkon 2-0 me Andorrën për 20 minuta dhe normalisht që mendon që kjo tani është vetëm një dishesë, sepse nuk u shturën ata. Jo, është e vërtetë dhe kjo, por ata që ndruan besnik dhe si thoshte Redi Jupi, këta kanë vite që luajnë kështu. Ashtu. Edhe 5 po t'i futesh ta. Trajneri ka 15 vite që stërvit. Edhe 5 gola po t'i futesh ta nuk e prishin skemën. Ajo që lë pak për të dëshiruar është thjesht kjo pjesa. Nëse ti si federat, si organizat për të organizuar një ndeshje futbolli në një stadium modern që ka kushtuar shumë para, kërkon shumë në lidhje me biletat. Çmimet janë ndër më të lartat në Europë. Po, e lexova dhe më bëri përshtypje. Ashtu, dhe kjo është faktive, nuk është se po e themi ne. Edhe e di çfarë ndodh? Janë të njëjtët organizatorë që në ndeshjen e fundit eliminatore, para se të shkonim në Europian, me një urdhër administrativ, jo sportiv, e gjithë administrata publike bleu bileta dhe shkojnë në stadium, sepse ishin urdhëruar, kështu kisha ardhur urdhri. Nuk e di, nga kryeministri, nga ministri i linjës, nuk jam në gjendje ta them këtë, po me njerëz që bisedova, po të shnetin stadium, me urdhër, domethënë do të marrin biletën, duhet të shkojmë atje. Pra, qofse unë, profesor, ose ju,
do shkoni të blejmë një bilet. Jo, nuk e blej dot. Jo, është e vërtet, jo. Jo. Teorikisht. Jo, ma as teorikisht mos e shtro. Nëse ne paguajmë 100.000 lekë për një bilet, nuk e blej dot një bilet aq të shtrenjtë. Nuk ka mundësi. Unë e shikoj në televizor. Jo. Pra, dhe çfarë pret ti nga ajo ndeshje? Se tani unë vijem në pozitën e tifozit, okay? Unë jam te tribuna, po si gazetar dhe po shikoj gjithë atë çfarë po ndodh. Dhe pjesa e dytë ishte një stërvitje me dyert të mbyllura, ndeshje stërvitore e kombëtares mes nesh dhe pasonin topin me njëri tjetrin, asnjë nuk lëvizte pa top, asnjë nuk bënte inkursione, ishin të mjaftuar me aq dhe tifozët që kanë paguar para për të shkuar për të parë këtë, se është si spektakli, si teatro, si tjetri, nuk nxorën siç në antikitet nxirreshin domatet që goditeshin, por përdorën vërshëllimën dhe në fund kombëtarja u zgjua që erdhi dhe goli i tretë. Pra, këtu duhet ndalesha profesor te kjo pikë, me të drejtë, pa të drejtë. Tashti, unë nuk jam në mendjen e secilit prej atyre që e shoqëruan pjesën e dytë ose gjysmën e dytë me veshkëllima. Unë vura re që kur hyri Uzuni dhe i Pajaziti, mu duk sikur ndeshja u dinamizua, ndërsa disa nga lojtarët e tjerë që mendonin ndeshjen e radhës në kampionat ku luajnë, mu dukën si të kënaqur me rezultatin dhe si i thonë asaj fjalës, me zipristin që të vi bilbili, të vi vëshëllime e fundit. Po, ju keni të drejtë që një ndeshje futbolli nuk është e tillë që dhuron kënaqësi vetëm me një fitore minimale. Ata njerëzit duhet shikojnë një spektakël, duhet prodhosh emocion, raste, ndonjëherë edhe një goditje shtylle i jep emocion, edhe një kombinim i bukur që mund të pritet nga portieri ose mund të shkaktohet një faul apo mund të dalë korne. Pra, ndeshja nuk do të jetë e vakët, si themi ne, do të jetë një ndeshje e fortë, luftarake, aq më tepër që kundërshtari pothuaj 70 metra të fushës ti kishte falur. Domethënë deri ke 30 metra të fundit. Luajtën në 30 ca metra. Po, ti vije me së mbyllur sepse s'kishe kundërshtar përpara. Pashë dhe u zbrazë, pati dhe thirrje kundër presidentit federatës, gjëra që nuk duhen kaluar si pa u vënë re, duhen zgjidhur. Gjiko, me tifozët dialogohet. Trajneri mund ndryshoj, lojtarët mund ndryshoj, presidenca ndryshon, drejtuesët teknik ndryshojnë, vetëm publiku nuk ndryshon. Nuk mund ta shesësh publikun të blesh publik tjetër, ndërsa trajnerin e shet dhe blen një tjetër. Futbollistin e shet dhe blen një tjetër. Presidenti i federatës shkarkohet ose i jep dorëheqjen ose e largohet se mund të ketë mandat, varet nga mënyra e organizimit, dhe vjen dikush tjetër. Është vërtet. Publiku duhet respektuar maksimalisht me bileta me çmim të arsyeshëm për xhepin e shqiptarit, me respektim të garantimit të biletave në ndeshje të caktuara, dhe nuk mund të bësh si të thuash Ponc Pilatin që të lash duart duke gjetur justifikime nga më të ndryshmet, sepse ky udhtim historik i ekipit kombëtar nga një ekip që kishte rënë në nivele shumë të ulta dhe këto ishin të matshme, në cilën Vazo, si Dilje, në një ekip që brenda 12 vjetëve shkon 2 herë në Evropian, vetëm me një pik nuk kualifikohet në National League, pretendon tashti që të provoj për të hyrë dhe në botror. E gjithë kjo histori pa publikun nuk mund të ndodhte. Edhe ndeshja me Serbinë mund të jetë natyrës së vështirë. A është një parapri, profesor? Për parapri, dyshimet që lindin janë gjithmonë në lidhje me ndeshjen e ndeshjeve, preferoj ta quaj, kundër Serbisë. Dhe publiku, siç dihet, ka një rol kyç në ndeshje. Po, dhe ka dhe një ndjeshmëri të lartë. Ka një ndjeshmëri të lartë për arsye historike. Nuk do ta bitemi sepse ndjeshmëri të lartë bile
shoviniste ka në Serbi, dhe atje u provua që u ndërprer ndeshja dhe lojtarët u goditën fizikisht dhe ne e morëm në tavolinë në 2016 që shkuam në Evropian. Ndërsa këtu në ndeshjen e Elbasanit ne gabuam psikologjikisht edhe në ndikimin e publikut dhe u goditëm në fund fare me 2 gola në mbyllje të ndeshjes, një në prag të 90 minutave dhe një megjithatë ishte në minuta shtesë. më duk si një pushtim i huaj, preferoj ta quaj, sepse unë si gazetar, pak në përjetimin që kam personal, ishte edhe këpucët mi hoqën, domethënë para se ty janë stadium. Ndoshta frika e përsëritjes së një precedenti tjetër. Organet e rendit mund të kenë pasur informacione nga shërbimet inteligjente për infiltrim njerëzish që mund të provokonin gjëra të rrezikshme. Mos e mendo se të ka kontrolluesi shqiptar. Pa mendohet se mund të jesh një infiltruar serb që vishet si shqiptar edhe hyn atje për të shlyer atë që ndodhi në Beograd. Në atë rast unë i jap të drejtë forcave të rendit. Nuk e kanë bërë me kokën e tyre. Jo, absolutisht, nuk nisën fare te kjo. Siç ka pasur raste kur është ndruar stadiumi me Izraelin. Është menduar që të bëjnë Shkodër, pastaj dorën në Elbasan. Ata marrin informacione që ne nuk i dim. Po ndeshja me Serbin këtu duhet gjykuar si një garë sportive. Ne i mundim serbën nëse i mundim dhe fitojmë. Ne nuk i mundim serbën nëse nuk fitojmë, barazojmë apo humbim, por i shajmë fitojmë në tribunat, në thonjza, domethënë. Nuk le të themi shprehim indinjatën në tribuna. Por pyetja është profesor, sporti drejtohet nga fair play, nga bashkëjetesa, nga manjanimi i urrëties dhe i ksenofobisë. Me këtë nuk do të them që unë jam me ata që janë bërë mjaltë e sheqer me serbët. Tarrohet Jo, unë nuk jam genocidi, tarrohet e gjithë politika e tyre anti-shqiptare. Unë nuk jam, me them publikisht, as me Ballkanin e hapur dhe as me tejkalimin që u bë Kosovës në çështjen e zgjedhjes së një aktiviteti të rëndësishëm evropian për 17 vjeçare. Dakor, do ta bësh me Serbinë, po fut dhe Kosovën. Pra të luaj në Shqipëri dhe në Kosovë. E mundësisht të luaj në Ballkan, jo kam thënë dhe herën tjetër. Pra të luaj në Tiranë, në disa qytete të Shqipërisë, po të luaj një ndeshje edhe në Prishtinë, pse mos luaj? Nëse e lejon mundësia, rregullorja, se më duket se vendet organizatore hyn direkt në grupe dhe mund të ndodhte që apo do të hynë 2 shtete në grupe, po edhe ka ndodhur, Ka ndodhur. Për shembull, një evropian është bërë Holland, Belgjik. Një evropian është bërë Poloni, Ukrainë. Apo jo. Dhe nuk janë bërë kot. Këto janë politika të UEFA-s që burojnë nga politikat e Bashkimit Evropian. Kemi tani botërorën që do futen 3 shtete. Po, 3 shtete. Pra, dhe mund të ishte bërë Shqipëri, Kosovë, Serbi, po po të ishte bërë kështu, do ta shikoja si ato pranonte Kosova? Pastaj kjo varet nga Kosova. Pastaj kjo varet nga ata. Them që po ta gjykonin me mendje të ftohtë, duhet ta pranonin. Se do ishim 2-1, Shqipëri, Kosovë, Serbi. Megjithatë duket si duke parë se është sport, Po, duke parë faktet historike. Sport. Dakor. Unë e thash mendimin tim. Nuk i shmangem, nuk i bishtoj asaj që thash. Pra, duhet ulur dhe duhet biseduar në tavolinë. Këto janë ndjeshmëritë të mëdha. Përballë ndeshmërisë kombëtare, mua nuk më intereson një aktivitet sportiv. Pse i njëjti shtet jemi ne, i njëjti komitet olimpik. Pse federatat e basketbollit dhe voleybollit bëjnë këtë bashkëpunojnë? Po, ligën e përbashkët. Pse jemi, në thonjza profesor, të përçarë smundje e vjetër kjo e shqiptarit, të përçarë me njëri tjetrin kur flas për një kombë, një njëjta gjuhë, sepse unë bazohem te gjuha që flet dhe traditat dhe zakonet që ke, që të përbën ty një këmbë. Po shikojmë gjatë gjithë kësaj kohe, le të themi një lavatriçe mediatike që nuk dihet se
sa rroba futen, sa rroba futen aty domethënë. Dhe sa detergjent hedh për të larë ndyrësirat që fut brenda. Tani unë nuk po e kuptoj kush është tendenca, profesor. Domethënë në çfarë drejtimi shkon? Jemi të ftohtë. Federata Shqiptare e Futbollit ka lobuar fort që Federata e Futbollit në Kosovë të pranojë në UEFA. Ky është një fakt i pamoshëm. Përpara kësaj, Kosova e refuzuar për të njohur nga disa vende të Bashkimit Evropian. E penguar deri tani për të antarësuar në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Arriti që përmjet sportit dhe kampioneve vajza të judo të hynte në disa federata europiane dhe pastaj edhe në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Pra sporti te kalon dasit politike, urrejtjet e vjetra, ksenofobin, edhe konfliktet që kanë ardhur si pasojë e sjelljeve papranueshme nga humanizmi, siç është genocidi, vrasja, tortura, përdhunimet e tjera. E ke parasysh si u bashkua Afrika e Jugut nga Mandela? Njerëzit me ngjyrë dhe të bardhët, e ke parasysh çka ka ndodhur? Me ekipin e rugbit, ekipi i rugbis, e di rugby ka pasur të dy, domethënë të dyja populatat, të dy kombet dhe u bë është bërë dhe film për atë. Po, është një film Victory diçka e tillë. Dhe u bë një simbol bashkimi, po bazuar në ngjarje të vërtetë. Bazuar në ngjarje të vërtetë. Kështu që për ta përmbyllur këtë temë do të thoja që ndeshja kundër Serbisë duhet përgatitur shumë mirë në dy plane, në planin psikologjik edhe në planin pasaj sportiv. Vetëse një sugjerim shumë qytetar dhe shumë adhetar do thoja, përjashtimi mbi baza paragjyktuese të grupimeve të tifozëve, të cilët e kanë në zemër flamurin kombëtar dhe ekipin kombëtar, nuk do të ishte një zgjidhje. Do të ishte një gabim i rënd me reperkusione në vazhdim ndaj drejtuesve që do ta marrin këtë vendim dhe fatkeqësisht edhe ndaj ekipit kombëtar. Ndërsa në atë që thej që për atë levatricën, do t'ju jepja një sugjerim atyre që i njoh, po dhe atyre që më njohin, po unë nuk i njoh personalisht, që mos e teprojnë me ngarkesën emocionale në media, duke marrë shkopin e alkimistit për të shpjeguar çdo gjë që ndodh, si në skenë dhe në prapaskenë, dhe për të krijuar histori paralele se gjoja çfarë po ndodh dhe për të nxitur një lloj armiqësie të panevojshme mes atyre që merren me ekipin kombëtar dhe atyre që kanë për detyrë mediatike të përcjellin aktivitetet që kryen ekipi kombëtar i futbollit. Profesor, duke u ndalur pak te kjo pjesa, jemi patjetër që jemi edhe te pjesa e polemikave dhe kësaj shembullit lavatriçes dhe shumë rrobave që po futen aty domethënë, por po shikoj, është një shprehje që fuqitë e mëdha i kanë xhelozi njëri tjetrit. Dhe kjo është e faktuar sepse armatimet edhe të vegjëlit kanë xhelozi për njëri tjetrin. Domethënë unë zakonisht niset ke armatimet dhe ke zhvillimi teknologjik e tjerë. Tani çfarë po ndodh? Po ndodh mes Kosovës dhe Shqipërisë kjo gjë. Dhe nëse keni vënë në re, po marr një shembull Brutin, etnik Brutin, por si Bruti mund të jenë të tjerë në të ardhmen. Edhe vura buzën gaz sepse emri Brut vjen nga tragjedia e Shakespeare-it Jules Cezar. Ngjarja historike ishte bir i adaptuar i Jules Cesarit dhe kur e vran në parlament, në senat, në 15 mars të vitit 44, me thika, në momentin e fundit kur po jepte shpirt i tha, edhe ti Brut? Domethënë që e tradhtoi dhe edhe ti edhe më bëri përshtypje emri i këtij lojtari. Dhe etnik për më tepër. Po. Dhe nuk e di tash ai se nuk jam mirë informuar nëse ai ishte aktivizuar me ekipet e moshave atje. Ishte kapiten i kombëtares U21 të Kosovës. Po. Dhe ai ka menduar që mund të afirmohet më shumë me pjesën tjetër të kombit
Ai nuk shkoi në kombëtaren e Zvicrës Absolutisht. apo të Austrisë. Ai erdhi po në Shqipëri. Po mirë, a është ligji Bosman, a është i lirë lojtari të zgjedhë Patjetër, për të luajtur? patjetër. Po çfarë tradhtie ka bërë ai? Këtë s'po kuptoj. Prandaj, domethënë, gjëja që konsiderohet shumë tani Po pse ata shqiptarë të talentuar, ja ai djali i Rudi Vatës që e keni pasur dhe këtu, që nuk zgjodhi kombëtaren tonë, ose disa lojtarë të talentuar që zgjedhin kombëtarët e tjera. Kemi pas një djalë shumë talentuar që luante në Angli, që shkoi luajti me Belgjikën. Januzaj. Ja, Januzaj. Nuk i di motivet përse ky djalosh. Jo, doja të ndalja te pjesa e xhelozi, është xhelozi, çfarë po ndodh? Më duket ndonjëherë se kjo është edhe në planin politik, profesor. Më kupton? Kosovë, Shqipëri, Kosovë, që nuk e di pse arritëm në këtë pikë. Unë e kuptoj që mas pavarësisë Kosovës, Kosova ka një linjë që duhet ndjeki, që është ajo e zhvillimit, patjetër, që është ajo sociale, që është edhe ajo e një të ardhme më të ndritur. Në të gjitha këndvështrimet. Ka disa aspekte ku nuk gjehet gjuha e bashkëpunimit, por në aspektet kryesore ka një gjuhë bashkëpunimi, lehtësimit, qarkullimit, të investimet reciproke në Shqipëri dhe në Kosovë dhe anasjelltas, ka bashkëpunim në fushën e shkencës, kulturës, artit. Vihet një opera këtu Skënderbeu, vihet edhe në Kosovë, e tjera. Siç ka drejtues pastaj në nivele të ndryshme të politikës, të medias, të sportit, të cilët nuk i hapin rrugë njëri tjetrit, ka një lloj karshillëku, një lloj konkurrence, herë të hapur, herë të mbyllur. Gjërat mund të bëhen më mirë midis Shqipërisë dhe Kosovës, dhe unë e kam thënë dhe po e përsëris. Pse të bëjmë Final Four, pse mos bëjmë Final 8, pse mos institucionalizojmë kupën arbërore, ose kupa Skënderbeu, ose kupa Nën Tereza, dhe të jetë një aktivitet që regjistrohet nga dy federatat, dhe pastaj atje shikojmë edhe mundësinë. Por edhe në fushën e sportit nuk jemi kaq të mbyllur, sepse trajnerë të Shqipërisë shkojnë në Kosovë si lojtare, djelmosha nga Kosova, ose përgatites, për shembull, ai përgatitësi i portierëve të Partizanit, që ma lavdërojnë shumë, nuk është kanë shqiptarë të Maqedonisë, më duket, edhe duhet jemi më të hapur. Kjo që po ndodh me urbanizimin, me lidhjen rrugore, duhet të ndodhi edhe me fushën. Madje sporti duhet paraprinte për këtë gjë. Një lloj xhelozie, siç e quani ju, ose një lloj. Jo, kam vënë re tendencën se për mua personalisht aq më mirë që të gjithë kombion që na përfaqëson, sa mund të jemi profesor në të gjithë botën. Mund të jemi 5 milion, 4 milion në të gjithë botën. Tashti po të hyjmë kësaj teme. Nuk i di parametrat, po marrim shifra. Jo, shumë më tepër. A caso thot italiani, domethënë. Dhe around. Po, nëse ne të gjithë bashkë, përfaqëson Kosovën, përfaqëson Shqipërinë, te Maqedonia e Veriut ndryshon pak situata, sepse ndikimi Maqedonas është pak më i madh. Domethënë, dhe po ta shikoni këto kohët e fundit, për shembull, nga Federata e Futbollit janë larguar gjithë shqiptarët, sepse bën një spastrim ato të kësaj çështje që mos kishte më ndikim shqiptar, le të themi. Po sepse u habitën se u prish tradita e tyre që kampion atje dilte gjithmonë një ekip Maqedonas. Dhe nuk mendonin ka qenë Vardari gjithmonë, pastaj ndryshoi. Po erdhi Shkëndijët e Topës, po çfarë po ndodh atje? Po dhe atje ka talente me origjinë shqiptare, goxha mirë. Unë kam qenë jo më shumë se para një muaji në Maqedoni, në Tetov, në Gostivar, edhe kam gjetur një rini të shëndetshme, jo thjesht shqipfolse, po goxha informuar, nuk e dija që atje kudo që shkoja më njihnin, kudo. Nga më njihnin nga media, domethënë ata kishin ndjekur çdo gjë, më tregonin detaje. Sot rrjetet sociale janë të gjitha me detaje, në këtë emision ke thënë kështu, në këtë emision un kam qenë mik me këtë, të ke thënë kështu për Arbën Xhaferin.
Ngela, do të thënë, edhe shumë të shëndetshëm. Vizitova disa shkolla, edhe pash fëmijë shumë të edukuar, shumë serioz, dhe gjatë kohës që bashkëbiseduam me ta, nuk pash asnjë fëmijë nxënës së shkollës së mesme me celular mbi tavolinë, asnjë. Shenjë Pra, mirë. duhet punuar jo kur gjërat rëndohen. Duhet punuar me mendje hapur ku shkon faktori shqiptar në 2030-ën. Ti pranon edhe bën festime ndoshta të tepruara për sportistë që konkurrojnë me flamurin shqiptar edhe marrin medalje olimpike, po që nuk janë shqiptar nga nacionaliteti, dhe thua, në bota globale tash, kudo, etj. Dhe pastaj, kur vjen puna që të krijosh këtë botën e madhe shqiptare, këtu dyert mbyllen, humbet Chelsea, harrojnë kodin, edhe unë mbaj mend që në 2012-ën kam shkuar me një ekip goxha të madh me përfaqësues të Komitetit Olimpik Shqiptar. Atëherë ka qenë presidenti i komitetit Ysen Domi, volejbolisti. Kemi shkuar në Kosovë, kemi shkuar në Malet e Sharit. Atje ishte një pikë turistike goxha bukur, po peizazhi ishte jashtëzakonshëm, se ishte vjesht në Ndorë. Dhe atje kemi bërë një konferencë, unë kam qenë key speaker, domethënë kam mbajtur fjalën, dhe atje u hartua një strategji se si do të ndihmonte Komiteti Olimpik Shqiptar, Komitetin Olimpik të Kosovës, që të antarësojnë Komitetin Olimpik ndërkombëtar. Pra që ka pasur praktika dhe ka pasur jep dhe merr. Po, kanë qenë edhe periudha, nuk po them mjalti, po kanë qenë periudha të shëndetshme bashkëpunimi. Kjo frym duhet mbizotroj. Arroganca në marrëdhënie dypalshe nuk i shërben askujt. Profesor, jemi drejt fundit të kombëtarja, shkurtimisht do t'i prekim pak te këto tema. Tani ju e përmendët pak historinë e djalit të Rudi Vatës, ne e kishim Rudin këtu. Po, ndoshta më pëlqeu, Rudi është shumë interesant, shumë i drejt për drejt. Shumë i drejt për drejt. Shumë i drejt për drejt. Unë i heq kapelen. Ndoshta ndonjëherë fjalët janë shumë të rënda, po kur dalin kur janë të vërteta meri të mençura dhe jo të rënda, ndronjësin mace. Është e vërtet. Shumë kritika ka marrë Rudi në lidhje me djalin e tij, Roko Vatën, që ai ka lindur, siç e dim, jashtë, nuk ka lindur në Shqipëri, ka lindur në Skoci dhe ka dhe nën skoceze. Pra djali nuk është i babait në kuptimin patriarkal që mendon Shqipëria. Djali është i prindërve. Dhe ka zgjedhur madje kombin e gjyshës tij që është Irlanda, sepse gjyshja është nga Irlanda, nëna është skoceze. Dhe ai është rritur, atë formim ka pasur. Si e perceptoni këtë çështje, profesor? I vendosni fajin thonjza Rudit, domethënë sepse lindi ajo ideja që konsiderohesh, etiketohesh tradhtar, se ti ke qenë kapiten i kombëtares shqiptare dhe nuk i ke dhënë djalit dashurinë për kombin tënd. Po ku e dini pse dashuria për kombin vate vetëm dashuria për futbollin? Gjuhën shqipe ja ka mësuar? A ja ka mësuar djalit gjuhën shqipe? Rudi tha që po. Po. Atëre elementi i parë identifikues, shenja kryesore identifikuese e një kombi, thot Sami Frashëri, është gjuha. Po humbi gjuha, humbet kombi. Nëse se do të kishte mësuar shqip, do thosha Rudi këtu ke gabuar. Historinë e kombit vet, a ja ka mësuar? Këto janë gjëra që nuk i di profesor dhe do gënjej kot pastaj. Prandaj akuzat tilla janë teprime. Po pse si e mendojnë ata që një djalosh 18-19 vjeçar është si këtu në Shqipëri që e fut baban në dhomë e thot nuk e për dal, po s'bëre kështu si them unë? Do t'i mendojmë mirë, ai është rritur me tjetër mendësi atje. Vendimin ai e merr vet. Nuk e merr ati. Do doja unë të ishte me ne? Po do doja, se e kam parë disa ndeshje, shumë elastik, sepse nuk është masë rënd, ka një trup Ishdërvjellët. Shumë ishdërvjellët, uroj të bëj karrierë, po nder do jetë për mua që ai të ketë sukses dhe me kombëtarën e Irlandës. Po mirë,
Po të marrim një shembull paralel. Po marrim Samir Pirgun, tenorin ton të famshëm me famë botërore. Si të themi ne, ti nuk këndon me teatrin kombëtar të operas, po shkon këndon në operën e New Yorkut, të Londrës, të Lozanës, të Milanos, të jetë tradhtar. Çfarë janë këto gjykime? Ç'është? Ti ke zero investim për ata. Nëse ti do kishe investuar, dhe thoshe, o zotri, po unë kam investuar për ty. Si mund t'i kështi kështu? Ti ke zero investim për ata. Zero. Kur ai ishte fëmijë, kujtohesh ti për atë? I çove ti një fanel të ekipit kombëtar aty? I çove aty një bylet që të vinte të shikonte ndeshjet e ekipit kombëtar? I çove ti një ftesë, një bilet që ai të shikonte Evropianin dhe t'i mbuloje të gjitha shpenzimet? A e bëre ti këtë gjë? Nuk e bëre. Mos e ke tradhtuar ti përpara se ta akuzosh atë për tradhti? Pa çka se kjo fjalë në këtë rast nuk shkon. Ama këtu profesor lidhemi me atë që diskutuam më përpara, sepse duhet jemi edhe ne të sinqert. Duhet kemi, i dashur Anton, ne duhet kemi një database për të gjithë fëmijët e emigrantëve shqiptar që janë lindur, rritur dhe edukuar e shkolluar atje. Jo futbolli. Duhet ta ketë shteti shqiptar. Këta politikanët që po shqyen tash jashtë për votime. Po jo, këto e kanë database, po e kanë vetëm kur i volit këta e kanë votimi. database për votat. Këta nuk kanë database për fëmijët. Ke parë ndonjërin nga ata në këto udhëtime para elektorale dhe elektorale që të flasin për shkollimin në gjuhën amtare atje? Ke dëgjuar ti ndonjëherë në buxhetin e shtetit shqiptar në parlament kaq fond për mësimin e gjuhës shqipe nga shqiptarët, kaq fond për zhvillimin e kulturës, njohjen e historisë, edhe historisë sportive? Ke dëgjuar ti ndonjëherë nga Ministria e Linjës, Komiteti Olimpik, edhe federatat që të bëjnë aktivitete, kampuse me fëmijët e shqiptarëve në emigrim? Nuk kemi dëgjuar. Atëherë kush i ka tradhtuar këta fëmijë? Që nesër mund të luajnë me Greqinë, me Italinë, me Austrinë. Mund ta përfaqësojnë dhe në jo vetëm sport, por edhe në pjesë tjera të jetës. Një vend tjetër, sepse aty është rritur, të investim ka marrë. Dje nuk i gëzohesha një nën koroneli Alban Dervishaj, që dha një intervistë në oborin e ambasadës amerikane, i cili në qershor do të merrte komandën e luftanies amerikane Pearl Harbor. Tha, jam çun Tirane, lindur rritur në Tiranë, Petroninas, vitin e dytë me familjen ikëm në New York, gjyshi ushtarak, baba ushtarak, ushtria më e madhe e botës amerikane, ju futa ushtrisë, nga marinari thjesht, kam udhëtuar gjithë vetët e botës, kam qenë në Afganistan, kam qenë në Irak, e tjera, dhe kisha ëndër taria këtu dhe në qershor do të drejtoj. Tashti, mund të dalin në një ish oficer dhe thot, ky është tradhtar i kombit, ky duhet vi të drejtoj këtu, fjala vjen anien Sazani apo anien Dursi. Bën sens kjo? Profesor, më qëndro këtu. Pse u ktheva pak mbrapa dhe t'i vendosim pikën kësaj fjalie. Ke bruti, Kosova, ka këtë pretendim që ne hodhëm këtu. Që ka investuar. Ashtu. Po. Unë, si Kosovë, kam investuar dhe djali, ka kaluar moshat e Kosovës, është bërë kapiten i kombëtarës U21, që edhe kjo është një nder kur ta japin për U21-shi, dhe në atë moment ai bën shkëputjen që vjen te Shqipëria. Pra një produkt që e bën ato, bëri Kosova, e merr Shqipëria dhe e gëzon thonjza Shqipëria. Po duhet pyetur djali pse është larguar. Me zore kanë marrë ata? Jo. Tashti, për analogji, qendërmbrojtësi i Napolit, kush është? Rahmani. Tashti thot Partizani, unë kam investuar për ty, unë të bëra, shkove në Itali, pse shkon ti me Kosovën, pse s'vjen me kombëtare në Shqipëri? Është e drejta e individit për të vendosur.
Ti pse ke E vendosur? njëjtë është kjo edhe analoge pak me Murrishin që ka luajtur 2 vite këtu. Te Uta, te Besa. Po, është e njëjtë njëri. Pra, gjithçka ty mund të kërkoj fjala vjen BBC Radio. Po jap një shembull ndofta ekstravagant, të egzageruar. Edhe ti vendos të ikësh. Qa do thonë këta kolegët tu? Na tradhtoje. Po unë përfaqësoj, është ndryshe Po çdo njeri ka të drejtë të marrë vendim për jetën e tij. Është ndryshe kur bëhen makinacione, ngrihen kurthe. Deri dje thonin, s'ka ardh ky dhe ky se i ka kërkuar ky kaq para. Apo jo? Po të vinin ata këtu, tradhtar, shkuat, do t'i thoni gjakës edhe. Ne e kuptoj, e njëjta histori. Profesor, qëndrojmë te kjo, e preke shumë bukur tani, te kombëtarja, me që jemi ke fundit te kombëtarja. Tani, shumë djem të kombëtares nuk janë fort të kënaqur me minutazhin që kanë pasur te kombëtarja. Mes tyre është edhe Ernest Muçi. Është një djalë shumë i edukuar, shumë i matur, shumë i thjeshtë dhe shumë i urtë për të ngritur zërin, siç kanë bërë të tjerë që edhe mund ta kenë ngritur zërin. Dhe ka 3 linja që po diskutohen ose që hamendsohen se çfarë mund të ketë ndodhur. Feeling, raport jo fort i mirë me trajnerin Silvinho. Akuza menaxheriale që nuk ekziston meritokracia, por një frym jashtë saj. Po. Dhe treta, aktivizimi jo shumë i vazhdueshëm në kampionatin turk me Beşiktaşin. Tash shiko. Unë e kuptoj gjendjen emocionale të Muçit, po në radh parë gjendjen emocionale të opinionit që lidhet me Muçin. Qoftë ky opinion sportiv, jo profesional, qoftë edhe opinion sportiv profesional, pra të një grupi të ngushtë. Personalisht e pëlqej. Për elegancën, për inteligjencën e lojë, e di shumë mirë dhe këtë, që vjen nga një familje intelektuale, edhe një djalë të edukuar. Dhe gjeografia e historisë së tij është interesante sepse lëvizin në disa ekipe, në disa shtete, shkëlqeu në Poloni, edhe përfundoi në Turqi dhe kampionati turk është goxha cilësor dhe ka thithur lojtar goxha të mirë dhe trajner. Domethënë nuk është kampionati para 20 vjetëve. Ekipet turke janë ekipe shumë të forta dhe ekipi kombëtar. Marrim argumentin e parë, marrëdhëniet me trajnerin, këtu nuk mund të flas, sepse nuk e di, do të kemi fakte. Ju thoni që aludohet. Aludohet, unë jam, prandaj nxora 3 pista. Po, edhe mundet, nuk është. Dhe kur flas për raport profesor, le ta fusim këtu këtë pjesë, sepse ndoshta e harrova dhe do ta fus. Edhe çështja taktikisht. Pra, kur flas për raportet me Silvinho, do fus dhe pjesën taktike. Në sytë e Silvinhos ndoshta Ernest Muçi nuk është ai futbollist që të jetë në shërbim të ekipit sa i përket pjesës defensive. Dhe do vazhdoni tani. Në rregull, trajneri bën analizë të përgjithshme taktike. Po pse Uzuni nuk ngrohu stolin gjithë ato ndeshje, nuk u mërzit. Dhe sa që hynte në Europian. Edhe 10 minuta ai linte shpirtin në fushë. Dhe kur jepte intervista ishte njeriu më i pjekur, më i formuar, luaj për familjen, thoshte, luaj për atë dheun, luaj për flamurin. Tash mos e marrësh në Evropian, nuk është gjë e vogël, ë? Dhe ai nuk tha jo, nuk vi më. Erdhi, u fut në Angli, u fut ndeshën këtu, sa u fut si themi ne, nxori xixa, shënoi golin, një gol shumë të bukur sepse ishte karambol i fuqishëm, ala brazilian që sa ata i bëjnë golat ashtu. Dhe gjithmonë i gatshëm kur thoritet. Rejmanaj, a nuk ka pasur një periudhë caktuar që nuk thritej? Nuk thritej, po. Kur kapi formën më të mirë, po kështu edhe lojtarë të tjerë. Ato 2 arsyet e tjera pastaj, në qoftë se menaxherët e tij kanë vepruar në mënyrë jo etike, kanë fyer dikë, kanë dashur
Se kam dëgjuar edhe më përpara këtë që nuk është kombëtarja e trajnerit, por është kombëtarja e menaxherëve, të cilët duke evidentuar kanë influencë. Klientin e tyre në ndeshjet e ekipit kombëtar, ju rrisin vëmendjen e Vlerën skautëve. monetare në treg. Vlera monetare varet nga rezultatet, se edhe mund të bjerë vlera. Se në 2016 asnjërit nga lojtarët tanë nuk u ngrit vlera. Është thik me dy presa, varet çfarë rezultati ke. Se nuk është e thënë, me që vajten kombëtare dhe hyre në ndeshje, patjetër të ngrihet çmimi, mund të bësh fiasko. Ndërsa çështja e meritokracisë, këtu pasaj nuk bëhet win to win. Do të thënë, fitoj unë, fito ti. Çështja e meritokracisë shikohet në grup. Dhe ka pasur raste kur është reaguar me vonesë. Por është reaguar. Me vonesë po është reaguar. Janë larguar ata lojtarë që më shumë i peshon të historia e shkuarës se sa gjendja konkrete. Përmendur emra, po ti aq që mund që për ta kuptuar se për kë është fjala e tjera. Por unë mendoj që nëse Muçi do të jetë në këto nivele që është, me këto gola që bën, do të jenë këta që do ta lusin atë, sepse ai është i ri. Donjëherë ndodh Anton që edhe roli ku ti luan është i dubluar më shumë se një herë. Dhe në qoftë se të merr dhe ty, i bie që për një rol të ketë 3 lojtarë dhe për një rol tjetër të ketë vetëm një alternativë. Në këto raste humb ekipi. Dhe mund të ndodhi që mund të kesh 3 portiera të shkëlqyer dhe mund të ndodhi në një periudhë që ke vetëm një portier. Profesore, disi më duket mua, nuk dua të bëj polemizuesin se nuk e kam qejf ta bëj, ndoshta kam krijuar përshtypje të gabuara te njerëzit që bëj polemizuesin. Mua më duket profesor sigur ne kemi një garderobë të madhe, por çdo herë preferojmë të veshim 2 ose 3 bluza, një palë pantallona ose 2 palë pantallona. Në traditën tonë antropologjike kjo është. Çdo ditë sepse na rrin mirë ato dhe nuk duam të eksperimentojmë te një veshje ndryshe. Nuk e di a jam i qartë apo jo si. Jo, në analogji është shumë i qartë. Ndodh ndonjëherë me trajnerët. Edhe me trajnerët ndodh kjo. Me trajnerët fanatik që dëshirojnë pas 11 dhe nuk kanë kurajo të eksperimentojnë, të provojnë gjëra të reja, të jenë kreativ, krijues. Ndodh. Mundet do ta vështroj tash Silvion me edhe me këtë lloj optike që më rekomandove. Do ta shikoj. Gjithsesi, 2 ndeshje janë bërë. Ju pëlqen dyshja Manaj Broja? Janë pak të ngjashëm në karakteristika, por është vetëm mënyrë që të luajnë të dy. Broja nuk luan dot në qendër. Broja mund të luajë në krah. Me shpejtësinë që ka, 1-1 ai lën mbrapa çdo mbrojtës. Shpeshherë, mënyra se luan ekipi jon, qendër sulmues do të luash me shpinë nga porta kundërshtarit dhe me fytyrë nga që të bësh spondet. Po. Dhe ajo do shumë forcë. Do edhe kurajo për të përplasur. Broja megjithëse është fizik goxha i bukur, i madh, i shpejt, ka përshpejtim ritmi, se mund të jesh i shpejt, po varet si e merr shpejtësinë. Është fragil nga këmbët. Po. Dhe ndëmtohet, bëhet. Ai është pozicion tamam. Edhe golat me Hungarinë ashtu i ka bërë. Po kjo nuk e pengon që era herës të futet në qendër, sepse ne na duhet në atë aspekt, prandaj kemi dhe kritika kundrejt disa lojtarëve, profesor, sepse ne duhet stërvisim si kombëtare, trajneri Silvinho, stafi dhe të gjithë, vertikalizimet. Pra topat pas shpinës. Për shembull, Bajrami në krahun e majt në Angli ishte një gabim i rënd taktik që rëndon mbi trajnerin. Nuk dha as 20% të kapacitetit të vet. Sepse ai është një gjysmë sulmues, fantazist, po. Është një 10 që ri mbrapa qendër sulmuesit, kështu e bëri dhe golin e mrekullueshëm në barazimin 1-1 në Çeki dhe ndofta jo paraqitje jo dinjitoze, jo në mundësitë e tija reale, mund të lidhet edhe nga pozicionimi që vihet, por edhe nga aktivizimi në ekip. Tash këto deklimatizimi i lojtarëve është një problem që nuk mund të injorohet. Në qoftë se ke një ADN të mesdheut, edhe je lindur i rritur në zonën mezetare, dhe pastaj shkon në një zonë kontinentale ose polare, duhet ta mendosh mirë. Është vërtet. Vullneti mund të përgjigjet, po organizmi të përgjigjet?
Është e vërtetë kjo, që duhen marrë parasysh të Duhen gjitha, marrë, jo thjesht aspekti sportiv. Profesor, do dalim te kampionati shqiptar. Kampionati shqiptar, siç e tham, po arrin drejt fundit tashmë dhe le të themi që teorikisht Final Four është plotësuar, mungon të vendoset mes Partizanit dhe Elbasanit me Partizanin që me fitoren e fundit e mbajti atë pozitën, distancën me 4 distancën. Në krahun tjetër kemi luftën për mbijetesë që është shumë e ashpër. Edhe më ashpër. Një luftë mbijetese, profesor. Tani unë nuk jam tipi që ngre akuza se dyshime kot. Po më duket sikur nuk po dalim dot nga këto shqiptarizmat e tipit që nëse unë kam profesorin mik, do ta marr dhe një provim në shkollë. Ke mua nuk e merr. Okej, po le ta marrim teorikisht. Nëse ke mua mik, unë do ta bëj atë personin që ai ta marri vetë provimin dhe ai thot faleminderit profesor dhe më ka ndodhur, nuk do të përmend shembuj, se janë 2 persona publik shumë të njohur që kishin probleme me djemt. Dhe sa herë që më takojnë, më thonë, na kanë ndryshuar djemt. Sepse unë i detyrova që ata ti merrnin provimet vetë. Si zgjidhet kjo futboll, profesor? Unë kam përshtypjen se formula me 10 ekipe dhe me 2 faza me vajtje ardhje është e pamjaftueshme për të shmangur situata të tilla ku me një pik mund të shkosh në 5-shën e parë ose me një humbje mund të shkosh në fund. Duhet ripar kjo. Unë nuk dua që qoftë edhe me dyshime fair play të zvendësohet me fraud play, me një lojë e drejtë me një lojë me sepse mashtrim. duhet bëjmë një ndarje mes se dëgjoj. Pra, jo, një loja e drejtë me lojën me mashtrim. Se dëgjoj shpesh fjalë të tipit, më çojnë mesazhe, po ne nga që nuk e analizojmë shumë shpesh kampionatin shqiptar, më çojnë mesazhe të tipit u trukua, u bë kështu që janë trukimi. Jo, unë nuk jam trukim, unë them tolerim, unë jam në një tjetër temë. Domethënë janë nocioni i trukimit është një nocion më kompleks. Po, unë jam ke tolerim, te miqësi, te pakt i pashkruar. Trukimet bëhen shpeshherë në kombinim me këto agjencitë e basteve për të luajtur koeficientin dhe për të marrë milione. Domethënë unë nuk e di që ndeshja për shembull Skënderbeu Dinamo të jetë luajtur në Kinë apo në Kore. Asu s'kam të informacion. Si rezultat. Është një lloj ajo që thotë një politike shqiptare që te kalojnë rregullat e lojës, fair play-n dhe nuk humbje se unë jam se po mos ishte kjo finalja me 4, Dinamo nuk do të luante me 19 vjeçar. Sepse sigurojnë 4 ekipe që duhet të jetë një kampionat tjetër pastaj për ta fituar. Nuk luftonte dot për kampion. Pra kjo formula ja që ka kjo formulë ka anë të mira apo ka anë të dobta. E kjo duhet analizuar. Do vazhdojmë kështu. Futuj domethën pak, le ta themi. Jep mundësi për kombinime të tilla. Për mendimin tim ka ardhur koha se shiko ka një gjë. Ti po bën investime materiale, pse i bën ato që zhvillohet sporti? Atëre ky zhvillim a duhet pasqyruar në rritjen e nivelit? Nëse Vora, Vlora, Kavaja, edhe është edhe një ekip tjetër që është në lojë. 4 ekipe luftojnë atje. Jo, këto të treja janë se Burrelli e ka siguruar atë play-offin për të ngjitur. Këto të treja janë që janë ekipet që posilojnë. Besa është pak më shkëputur, është Vora po. Këto 3. Edhe këto që janë. Çfarë do keqet kishte që ne do të kishim 14 ekipe, apo bën të investim për një stadium të ri në Vlorë? Po. Po çfarë keqe kishte që Vora të konsiderojë Lazio e Tiranës? Vora është një qytet tashti. Sa mund të ketë 100.000 banor. Mund të ndjeki shembullin e Ignatiës, le të themi. Po. Dhe do të kishim edhe një derbi plus, Partizani Vora, Dinamo Vora, Tirana Vora. Po profesor, shumë Kavaja është vënë në plan për të restauruar stadiumi. Kavaja e dalë në Europë 100 vitet 60 në Kupat e Europës. Pse mos e kemi me 14 ekipe? Totalisht e drejtë, por pastaj kur hapim syt, ndodh ajo që kemi parë këtë sezon.
që një klub historik si Tirana ka ta ndiset, si më thojnë za shkolla natës, nuk dihet domethënë kur bëhet psim, nuk dihet kur do luaj sot, ku do luaj nesër, ku do luaj pas nesër. Çdo herë ndron nga një stadium, po do dhe me ekipe tjera që nuk kanë stadiumin e tyre. Nuk është përgjegjësia e Tiranës. Kjo është që federata mbyll syt dhe i jep të drejtë të luajë në Super League kur nuk kanë infrastrukturë. Ka vite ky problem. Mbyll syt kur raportet financiare nga UEFA vinë jo me notë kaluese për ekipet që kanë borxhe, kanë detyrimet pashlyera etj. Pra dhe ti kur i merr këto notat para disa vjetësh ka qenë pastaj rrezikuar të fillonte apo jo kampionati. Po, e vërtet. Ishin disa ekipe që splasonin kushtet. Rroga të munguara sepse këto prodhojmë. Këto prodhojmë, nuk është se ne do japim ligj sponsorizimi, nuk është bërë akoma. Tash të gjitha ato ekipe që janë atje në fund, për mua nuk e meritojnë të dalin. Nuk e meritojnë të dalin. Bylisi nuk e meriton të dali. Nuk e meriton. Ka mundur ekipe drejtuese. Skënderbeu ka një ekip shumë të mirë. E pash këtu e kam parë disa herë këtu me Partizanin. Ekip shumë të mirë. Durrësi ka një rritje dhe ka çuna të talentuar. Dhe ka nxjerr gjithmonë Durrësi. Po, Laçi për mua është ekipi më i mirë. Ka trajnerin më të mirë të Superligës. Le thuan çfarë duan tjerët. Morieri është super trajner. Edhe ndeshjen e fundit me Partizanin pati në pjesën e parë humbi 3 raste vetëm me portieri. Dhe nuk e meriton të zbresi. Po kështu Tirana, jo thjesht për historinë, po dhe për ekipin që ka atje. Grupin e lojtarëve. Nuk e meritojnë. Por e meriton të vi Vlora se e kam parë, ka element ekipi. Ka investuar, kam parë Vorën. Ka investuar gjithashtu. Një lojtar i Vorës mblidhet në ekipin kombëtar të shtetit të tij. Lituanes. Po. Tash Kavajën nuk e kam parë shpesh, e kam parë vetëm një ndeshje. Por Kavaja ka traditën që Kavaja e dim që çfarë futbollistë kanë nxjerr Kavaja. Por tani, kjo situatë që jemi drejt fundit, e di pse u ndalat e ajo plaga. Nuk di të them se cili nga këta ekipe do të zbresi. Se janë dhe dy. I treti do bëj zakonisht, profesor, ke kjo tani, këtu kam ca rezervat e mia te kjo. E kam menduar gjithmonë këtë pjesë. I treti që është i treti më i mirë në fund, domethënë, që luan play-outin me ekipin që vjen nga poshtë, është i favorizuar për faktorin fush. Dhe këtë duhet ta themi. Kjo në Angli për shembull nuk tolerohet. Sepse Anglia është bazuar në fair play sportiv të fushës. Dhe nuk mundet një ekip i një kategorie më poshtë që ndeshjen decisive të shkojë ta luajë te stadiumi i një ekipi që është më lart. Në këndvështrimin tim, ndoshta e kam gabim. Po, i dashur Anton, nuk e ke gabim, po problemi është që atje edhe ekipi një qyteti të vogël siç ishte Leicesteri ka infrastrukturë që plotëson të tëra kushtet e Premier Ligës. Ky është problemi kene. Po dëgjoja edhe një stadium i ri thoshte dhe do bënin stadium në Gramsh. Nuk kam gjë me atë qytet, me atë komunitet. Por para se të shkosh atje ose shko atje, po shko bëj dhe një investim në Laç. Bëj një stadium modern në Laç, ka kaq vjet, ka nxjerr gjithë të talente që janë shitur jashtë dhe kanë bërë karrierë. Pra, është një ekip që i ka dhënë futbollit shqiptar në këto të paktën 20 vitet e fundit. Bëj atje një stadium. Bëj një stadium në Vorë. Edhe bëj me parametra olimpik. Ose bëj si arena kombëtare, po bëj arena e Tiranës me 7.000 vende, po me fush, me infrastrukturë të brendshme, me dhomat e çveshjes, me këto shërbimet që bëhen. Edhe e ke dhe afër aeroportit, s'ke nevojë të vinë ekipet e huaja deri në Tiranë. Profesor, si vjen Tirana te derbi? Partizani është në situatë komode se e di që do luhet në fund për atë Final Four-in, okay. Jo, as Partizani nuk është. Nuk e ka siguruar plotësisht e drejt. Partizani është ende në kup, është në kampionat,
Si përgatitet kjo derbi tani? Ka përgatis. Shiko, këtë derbi ata e përgatisin historikisht. Pra, atje nuk llogaritet fare gjendja konkrete reciproke e ekipeve. E di si thoshte i ndjeri Ali Mema? Lema se fitojmë kampionatin, vetëm të mundim Partizanin. Po, kësaj radhe i bie le të bijem kategori 2, po vetëm të mundim Partizanin. E kupton ti tashti se si vlerësohej një ndeshje? Kampionati për aq vite sa e shoh unë, të paktën që kur kam qenë 10 vjeç, që nga viti 64 e këtej. Nuk mund të ketë kuptim pa derbin Partizani Tirana ose Tirana Partizani. Njësoj se 17 ndori dikur Partizani. Mund të them diçka për Tiranën pa lënduar njeri, sepse respektoj maksimalisht zotin Alili dhe familjen e tij, të cilët kanë falur nga pasuria e tyre, kanë falur nga jeta e tyre, qoftë ai, qoftë djali, qoftë vajza. Ndofta zoti Alili ka një tëmet që beson më shumë se ç'duhet ke njerëzit. Kjo lloj besueshmërie, kjo lloj sinqeriteti prej tironsi puro e ka dëmtuar. Dhe është zhgënjur më shumë se një herë. Kështu humbi nga harta që dhe ti e infrastrukturës Selman Stërmasi, dhe Tirana tash ka mbetur vetëm me fushën Refika ky Skënder Alili. Dhe pastaj luan jashtë qytetit vet në ndeshjet pritse, ku ti thot federata, ku ti hapin dyert. Po, luan Durrësën Elbasan, për një kohë gjatë u mbyll edhe arena kombëtare, nuk luan të doso. Kjo është e para. E dyta, ndofta, ja them shumë sinqerisht, zotit Alili duhet ishte zgjidhur çështja e bashkëfinancimit të ekipit. Ndofta ai vetëm nuk ka mundësitë monetare, sepse në qoftë se ekipi nuk prodhon para, si prodhon parat me shitjet lojtarësh, pjesëmarrje në Kupat e Europës. Tu janë mirë sepse nga akademia ata kanë nxjerrë lojtarë dhe kanë shitur, dhe kështu i kanë rregulluar dhe bilancet, por edhe me daljen her pas here në Europë dhe me kalimin turesh që të rriten të ardhurat. Burimet e tjera nga bizneset e tjera herë mund të ngrenë, po herë varet se si të ecën ai biznes. Ky është elementi i dytë. Elementi i tretë është që në këtë vit pati mungesë ekuilibri në drejtimin e ekipit. Ndrimi i shpesh në 2 vitet e fundit, në 3 vitet e fundit të trajnerëve nuk i shërben ekipit. Dhe fakti tregoi që i ndrove dhe nuk ndryshoi gjendja. Po flas që me ikjen e Gecit, edhe deri tashti që e drejton të heq të marr. Kjo që ekuilibron edhe dhomat e zhveshjes. Sepse vjen një trajner me një filozofi të saktuar, me një mentalitet të saktuar, me një psikologji të saktuar. Ikën ai vjen një tjetër. Ato ditët e para ka një lloj entuziazmi, sepse do të dukesh para të trajnerit. Pastaj, të tërë këta faktorët e tjerë që tha më lart, luajnë rol kryesor. Janë këta faktorë pikrëndesa që nuk lejojnë të dominojë ky elementi pozitiv që ka ardhur rishtazi me ardhjen e një trajneri të ri. Dhe rasti konkret, iku Shkëmbi, erdhi dikush tjetër, pastaj iku ai, u rikthye Shkëmbi dhe dëgjova ca intervista të lojtarëve se patën diçka ato 2 ndeshjet e para, jo po jemi më mirë sepse ne me profesorin e kishim filluar etj. Dakord që kur ndodh një gjendje e tillë rënduar që 5, 6 apo 7 ndeshje ti vetëm barazoni, ndodhi edhe këtij trajnerit të Dinamos, Dajës, kur ishte ke Partizani. Edhe tani ndodhi me Dinamon, kishin disa ndeshje që nuk po fitonin dhe nisën kritikat, pastaj rifilloi.
Por unë jam me atë që thot Fergusoni që në rezultatet e një ekipi, qofshin këto shumë të mira, mesatare apo të dobta, përgjegjësia ndahet me 33%. E ka trajneri, 33% e ka ekipi dhe 33% e ka stafi dhe drejtuesët. Pra analiza ke Tirana duhet bëhet e plot. Unë ja kam thënë disa miqve të mi ke Tirana. Mos më mërziten miqtë e mi të Partizani, që shumë ndeshje Tirana i ka humbur për mungesë përgatitje platforme psikologjike. Edhe më tha një herë Sulmema, po hajde dhe kene, ma kur të doni, më i thash. Nuk dua as pagesë as gjë, ty bëj një platformë psikologjike se si përgatitet një ndeshje. Unë e pash në Elbasan, shënoni pari pëson 2 gola. Edhe mbetën si të habitur. Kështu që kjo ndeshje do të jetë e vështirë për 2 palët. Partizani vjen nga një krizë gjatë, që nga humbja me Bylisin dhe pastaj tani ndryshimi trajnerit, reagimi. Unë isha në stadium edhe faleminderit që më kishe parë, se më kishte marrë kamera, po më thanë dhe shumë njerëz të tjerë, dhe profesori Shkoka dhe po i thashë se ai është një nga impjantet më të mira që është ndërtuar, sepse në aspektin e mikroklimës është më i mirë se është bërë goxha kjo arena kombëtare, sepse ka afër malin e Dajtit, niveli oksigjenit është shumë i lartë dhe stadiumi është i hapur. Ndërsa këtu të merret fryma, kjo është si ambient klaustrofobie, si tip grope. Frika nga mbyllja. Edhe nuk është se ka oksigjen atje, po të bëhen matjet, edhe ne si tifoza, po të shkojmë bëjmë atë matje në oksigjenit në gjak, zort jemi ke 98-a, ke 99-a. Kështu që them se do jetë një ndeshje shumë e luftuar dhe ekipet në situatat që janë do të kenë më shumë prirje të buzëqeshin barazimit se sa riskut për të fituar. Frika për të humbur ose për të fituar. Pra risku për të fituar me rrezikun që mund vimë mbrapa për të humbur. Dua një thirrje nga profesori për tifozët. Profesor, po ikin tifozët, ka kohë që po ikin. Po kjo është me drejtë sepse ndeshjen e fundit Partizani Tirana u luajt ke arena e Demave dhe për me vështësi dhe mos prezencë të forcave të policisë në kohën e duhur, ndodhi diçka e papëlqyer. Fillimisht është goditur tifozëria e Partizanit me gur nga jashtë, dhe pastaj ka ndodhur një gjë që se kisha parë në jetën time, që tifozat dolën në ambientet e fushës, atje nuk ka as pistë, nuk ka pistë atletike, zbritën dhe vajtën atje. Pastaj u detyruan të hynin forcat e rendit në fushë edhe në atë ndarjen ku janë tifozat e Tiranës dhe tifozat e Partizanit, dhe ishte një ngjarje që s'kishte ndodhur më përpara dhe që nuk i bënte nder këtij derbi. Ka ndodhur një herë në Selmas Termasi, se kam qenë aty, e njëjta situatë ka ndodhur nga tribuna në tribunë, por përpos kësaj që patjetër që policia ka ato, një thirrje profesor, si mund të afrohen tifozët në stadium? Si mund të lobojnë klubet që të afrojnë tifozët? Nuk do t'ju alija klubeve këtë. Klubet i kanë zhgënjyer tifozat më shumë se një herë. Do t'ja bëja kërkesën vedijes tyre, dashurisë së tyre të sinqert, në ka fair play real në ambientet sportive në Shqipëri, është dashuria e tifozave për ekipin e tyre. Unë kam parë tifozat Partizanit që kanë qarë me lot kur Ragami ka humbur penalti në një ndeshje, më duket me Malmon e Suedis. Me lot kanë qarë. Ose kanë parë tifoza që Partizani Austria Vjenës, kemi fituar 1-0 këtu me gol të Gjibaldgjinit, edhe jemi mundur 3-1 atje, ka rënë Joshi, po qetë apokaliptik, mendohet bjeri gjithë qelli në formë uji, jemi bërë uji deri ke maja e thonjve, dhe nuk ka hikur tifoz nga stadiumi. Gelte topin uji, u vrar Jan Ameti
Ishin bërë ndrimet, nuk ecste më dot. Edhe kanë ndetur në fushë. Pra, tifozat e Tiranës në këto 4 ndeshje të fundit duhet lënë më një anë çdo lloj mërie, çdo lloj qef mbetje që mund të kenë me X-in, me Y-in, me presidentin, me drejtuesët. Çdo lloj keq kuptimi që mund të kenë si grupime me njëri tjetrin. Dhe do të jenë në stadium që Tirana të mbetet në Super League. Nëse ata do të jenë në stadium, unë jap garanci absolute që në këto 4 ndeshje Tirana do të marrë maksimumin e pikëve. Tifozave të Partizanit, me gjithë qef mbetjet që kanë pasur, sepse unë e shikoj në faqen e Partizanit, si shkruajnë, edhe në faqet tjera. Ju është kthyer buzëqeshja me kthimin e Skënder Gegës, edhe u pa që në ndeshjen me Laçin. Vendosja e ekipit në fushë, ndërtimi i formacionit, ndrimet në kohën e duhur, vëmendja absolute e trajnerit në çdo sekond me çdo lojtar. Sa mori drejtimin, 2 ditë, vajti dhe hëngri drek me lojtarët. Fle në hotel me lojtarët. Jo si trajnerët e përparshëm, që merrnin rroga si në administratën e Adil Çaçanit. Maros Stërvitja po ikim ne, se çfarë bëjnë lojtarët? 8-5. Si bëjnë lojtarët? A diti që kur luante Partizani Tirana në atë kohë, ekipi grumbullohej 1 javë përpara? Është vërtet, po. Se kemi pasur dhe Blendin Albanin e tjerë. Mos edhe unë kam parë derbe me kur luante ke Tirana i ndjeri Skënder Arlili, i ndjeri Fatmir Frashi, i ndjeri Gzim Kasmi. Luante një mjeshtër, një njesta shqiptar si Skënder Hyka, Biç Bytyçi, Zuc Kazanxhiu, Niko Gjaçka, Bari Ishka, Ben Bukoviku, pastaj kanë ardhur të tjerë, është afruar Ben Çela, Perikli Dhalesi, kanë ardhur më vonë pastaj Sulmema, Çim Muça, Ben Minga, Petrit Dibra, Agustin Kola, ke Tirana. Deri ke Zogu. Po kam parë ke Partizani me këta sy dhe më vjen tash para syve, edhe Kolet Skrajen, edhe Refik Resmen, isha fëmijë. Pastaj ka ardhur Panajot Pano, kam parë këta lojtar, Gani Meren, e kam parë, Mikel Jankun. Pra, profesor. E kam parë pastaj edhe lojtarë të tjerë, Lin Shlakun, një regjistër, një gjashtë që sot e kësaj dite nuk i vjen ekipit kombëtar. Ramazan Ragamin, Saba Bizin, Gim Dizdarin, Merhorin, Kariqin, Kavajsa që lunin ke Partizani, Neptun Bajkon, Luke Shaqirin, Lat Ballukun, Agim Jankun, Agim Muratin. Pra, profesor, gjithë to emra, gjithë to që kanë kontribuar te futbolli shqiptar, ishte tjetër kohë dhe normalisht që të paktën e kam dëgjuar nga baba im dhe besoj që kjo ka qenë realiteti, mezi pristin që të shkonin ndeshja, disa merrin madje dhe stola për të ulur stadium se në atë kohë nuk ishte mundësia, domethënë, përveç faktit që ishte plot. Se ngriheshin në këmbë. Po, dhe nuk shikoje. Edhe ti nuk shikoje dhe hypshe sipër stolit që të shikoje. Që të shikoje. Ulur rrite vetëm tribuna, po. Atje në këmbë duke bërtit të gjithë. Dhe nuk po themi që të kthehet ajo, por të paktën të rifillojmë pak, por tifozi. Vetëm do të them diçka. Po. Anton, do ja them me tifozave. Atëherë tribunat nuk ishin të ndara, kjo e Partizanit. Ku të binte bileta? Dhe ti mund të binte bileta tifoz i Partizanit me një tifoz i Tiranës, mbaronte loja dhe ti i jepshe dorë njëri tjetrit dhe krijoheshin miqësi, deri në miqësi familjare. Shkonin bashkë në plazh me familjen. Më thot duket. Ore, po ti ka ke njoftu. Stadium thoshte ai. Jemi takuar në neshje. E kuptoj si ide. Po, domethënë kaq bukur shkonin tifozat me njëri tjetrin. Nuk ishte çara, pa çaj janë këto që ngrihen në grupe dhe kjo është gjithë ajo tani një ndër plagët, le të themi, se ka shumë, po një ndër plagët është kjo, sepse ideja është që duke qenë Ballkanas kemi edhe shumë prioritetin për të shkuar te tifogrupet, siç është në gjithë Ballkanin. Po jo, ka edhe në vendet e tifogrupet, nuk e them atë, po mund të ndodhi që
Një njeri që vjen për herë të parë në stadium, blen një bilet online, luan se këtë javë luan Tirana Partizani, blen një bilet online në tribunën qendrore dhe i bien mu në mes ku janë tifo e Tiranës. Mund të jetë një femër për shembull që ka qef ose dy vajza duhet shkojnë në stadium. Dhe sa fillon ndeshja dhe derisa mbaron, ato janë të rrethuara nga ulurima dhe nga sharja me fjalorin më të ndyrë. Tash e thot, po ç'na duhet vim në stadium, pagum dhe biletën 30.000 lekë apo 50.000 lekë sa e vën në kësi rastësh çmimi. Profesor, shkëputemi nga futbolli shqiptar dhe tani jemi te topics, te tematika e fundit. Unë fillimisht do ju bëj ca pyetje blitz me përgjigje shumë të shkurtra dhe pastaj do dalim te argumenti fundit fare në lidhje me pak Serie A, pak La Liga dhe diçka e vogël në lidhje me Premier Ligën dhe ndoshta Bayernin si ekip, po do jetë për Championsin. Atëherë, pyetje për te kombëtarja Manaj apo Uzuni, cili do të luaj për krah Armando Brojës? Një pjesë njëri, një pjesë tjetri. Në gjendjen që është, Broja nuk mban dot 90 minuta. Më mirë 45, maksimumi 50, por t'i japi, t'i shkarkoj bateri deri në fund, të bëhet gati për karikim për ndeshjen tjetër. 3 emra për repartin e mesit fushës. Cilat janë ato emrat që e meritojnë formacionin sipas jush? Te kombëtarja jon. Po. Aslani, Sheu, Laçi. De Biasi apo Silvinho, i preferuar juaj? Silvinho. Aslani, vazhdim karrieret e Interi me këto minutazh dhe me këtë hapësirë apo diku tjetër? Më mirë i pari fshatit apo i fundit i qytetit? Jo, në këtë rast nuk thuhet i fshatit. Më mirë të luash 90 minuta çdo javë apo të luash 90 minuta në 4-5 ndeshje. Tash shiko, është pa komplekse. Do më japësh 1 minutë, nuk do të jetë blitz përgjigja. Të stërvitesh me Interin dhe të stërvitesh me Veronën nuk është njësoj. Sepse varet me cilit lojtar stërvitesh. Të luash në Champions League dhe mos luash në Champions League nuk është njësoj. Por pyetja që unë i bëj vetes, Aslani ka nevojë për minutazh apo Aslani në minutazhin që luaj duhet bëj një revolucion për të shkuar në një ekip si Interi apo më i mirë se Interi. Ky është problemi ti. Nëse i shkon në një ekip jo si Interi, për mua do të jetë humbje. Domethënë, nëse Brahim Diaz iku nga Real Madridi, nuk shkoj ke Societadi, nuk shkoj ke Mallorca, shkoj ke Milani. Po kthye prap, është ai treni që mund të kthej, mund ta kapësh prap. Domethënë kjo është, nëse Aslani shkon në një ekip paralel që është jo ke 5, jo ke 5. Atalanta, le të themi ose bravo, domethënë në nivelin pak a shumë si Interi. Po në rregull. Po nëse shkon në një ekip që është në pjesën e djathtë të tabelës, ke 10 që e dytë, atëherë duhet ta mendoj karrierën atje sepse aq vlen. Duhet përshpejtoj ritmin. Luan avash. Luan shumë avash. Futbolli sot nuk pret. Ja. E pa në Angli. E pesa u zvoglua? Humbi. Shet Bellingamin ti qa bënë gjiganti Rodit. Kisha menduar unë që lojtar si Schusteri nuk do vi më. 47 e kishte këmën. Kur vraponte ai dhe i fluturonin ato flokët e verdha, e më kujtoj ajo e Nietzsches, bestja lesh verdh, mbi njeriu. Jore, kur shoh Bellingamin tash i them, s'është gjaj. Është më shumë fizik. Wow. Pyetje për Champions, Blitz. Bayern apo Inter? Cili kualifikohet? Bayerni. Keni ndonjë përgjigje të vogël për këtë pse Bayerni? Me që jemi dhe ke tema Bayern që Interi është ekip shumë i mirë, sulm, por nuk është kaq i mirë në mbrojtje. Pson gola edhe në kampionatin italian. Pson gola edhe brenda në Milano i kanë bërë gola. Edhe ekipet vogla. Pavarësisht se ka kthyer. Dhe në mes fushë
ka më shumë tru se sa muskuj. Barella edhe Çalhanoğlu janë 2 tru, nuk dua ta them se cili është insekti që ka 2 tru, sa do ishte shumë fyse, se është një insekt që ka 2 tru. Bashkë me atë Mkhitaryan, e vëre gjitha ndeshjet që i ka humbur sepse ata kanë rënë fizikisht, është detyruar trajneri të bëjë ndrime dhe pastaj humbë. Edhe në këtë Superkupën 3-2 me Milanin. Real Madrid, ekipi historik në Champions League, apo Arsenali që nuk e ka fituar kur Champions, por që është një ekip simpatik? E di, e pash edhe mbrëm, para 2 netësh, kur luti. Unë jam i afeksionuar mbas Ancelotit. Mënyra se si e drejton ai ndeshjen. 2-0 para ca ditësh. 4-4 në kupë. Në çdo sekond ti duket sikur je në basketbol e NBA, që le të ketë 3 sekonda ai do gjyj për 3 pikë dhe do bëj kosh. Ai ka thënë takohemi në Mini. Okej. Them që kalon Reali. Cila skuadër fiton Champions League-ën? Do ketë një outsider, unë po jap një emër, se më pëlqen. Paris Saint-Germain, po them. Paris Saint-Germain nuk më duket outsider, më duket pretendent. Goxha ikja e Mbappés e ka forcuar ekipin. Vetëm se ka pika të dobta në mbrojtje, ai që ndërmbrojtësi brazilian, edhe ndeshjen që pash Argentinë, Brazil. Të pësosh ashtu 4 gola, dhe më kujtu ajo 6-1, 7-1, sa doli? 7-1 doli? 7-1 i famshëm, që për 18 minuta kishte ngrënë 4 gola. Dhe e fundit e kjo pjesë, le të flasim pak për topin e art. Aktualisht si jemi në gjendjen aktuale, Salah, Rafinha, Mbappé apo Harry Kane? Bellingham. Ju fitova bastin për Harry Kane. Po. Se më the këtua, jo ti, më pyeti ai kolegu tjetër. Denisi tha, kush do të jetë golshënuesi më i mirë, tha. Ky Haaland? Jo, ky djali që luan me Barcelona. Lewandowski. Jo, Lewandowski, ky djaloshi 18 vjeçar. Yamal. Yamal tha apo Mbappé. I thashun Yamali do të dali i pari për asiste, ndërsa golshënues për Mbappé do dalë. Dhe bastin tjetër që ju thash që në janar Fonseca edhe ky trajneri i Mota. Thiago Mota nuk do t'jenë më, gabova vetëm me 2 muaj me Motën, sepse rasti pa precedent nuk hiku në mes të vitit, po hiku në muajin e 9 të kampionatit, domethënë në mars u largua, ishin blerje entuziaste, ekipe si Juvja dhe Milani luftojnë për Champions, luftojnë për kampionat, dhe është gabim të marrësh trajnera që nuk kanë fituar në një trofe. Nuk merren, nuk arrin dot ata. Ata kanë nevojë të rriten ata vetë. Është ajo xhaketa, profesor, ideja e xhaketës, është shumë e madhe. Kujtohet si thash, i rri e madhe xhaketa Juventusit Thiago Motës. Edhe vërtet ashtu i rinte. Pavarësisht se ai është në kontratë deri në 2027, por mënyra e largimit ishte poshtruese. Lexova një lajm, ishte ankuar menaxheri i tij. Pas ka gjetur menaxher që ka pasur kur ka qenë lojtar. E tha mos ngatroni Thiago Motën njëri, tha me Thiago Motën trajner, sepse akuzojnë për sjellje arrogante, sikur pas ka fyer atë Ildizin, i ka thënë çfarë duket vetë aty Messi etj. Edhe ky Conceição. Eksentrik. Si mund zihet trajneri me lojtarin, me kapitenin fush, çado gabim që të kishte Calabria, nuk ka dhoma zhveshje, domethënë nuk e mban vetën fare me vetëm trajnerët janë gabimet te Juventusi dhe Milani. Nuk besoj që janë vetëm trajnerët, janë dhe blerjet, sepse Thiago Mota tha një gjë të bukur, por çfarë përgjegjësie ka mund për Vlahovicin që e bleni 70 milion, luan 20 ndeshje dhe bën 1 gol. Ju e keni bler.
Edhe ndeshjen e fundit që hyri, po gjëja sikur vrapoje. A do rikthehet Milani dhe Juventusi? Këtë kampionat? Vitin tjetër për titull. Patjetër. Juvja kisha bindje që do hynte në kaçë. Nuk e prisja këtë, po ato 2 mundje rjesht, 4-0 me Atalanta, 3-0 me Fiorentinën, do të thënë, thosha që këta sikur s'duan të luajnë. Ka diçka që këtu nuk shkon. Këta po bëjnë një coup d'etat që thon francezët, një grysh shteti për të arzuar motën. Se dhe ky që ka marrë, Ky do jetë besoj deri në fund sezonit. Po parasysh marr. Ka luajt me Juven, ky më duket sa kohë mori dhe Romën, a Laçën kë mori, ky kroati. Laçën. Nuk e di tash po. Nuk është se do la luaj trajneri atë rol. Do të jenë në përbasken lojtarët ikona të Juventus si që mblidhen atje, që japin zemër. Është ambienti, se ka stadiumin më të mirë të Serie A, me tifozerit paguar, prandaj është stadiumi plot, se i kanë para ble biletat atje, ja kanë majt ke rroga atje ke fjati, dhe prandaj janë të shitura biletat. Ndërsa Milani besoj se po dhe këto ndrimet në drejtim, heq drejtorin, merr një drejtor tjetër, atje luajnë rol menaxherët, me sa kuptoj, Theo Hernandez do të hiki. Edhe Leao. Sepse ata kur luajnë, ata 20 minuta lutën me Napoli maroj, u myll mrapa, çdo sulm, tiki taka me njëri tjetrin ata, dilten kraj, krosonte, morën penalltin pavarësisht se e humbën, bën golin, patën raste të tjera, domethënë shpëtoi si themin e përqime Napoli, por ata nuk duan të luajnë, ata duan të hikin, mendojnë në rrogat e larta, nuk i blen kjo 5 deri në 7 milion që jep Milani kështu ka qenë gjithmonë, nuk është ekip që bën diferenca. Janë ngritur ekipet e tjera, Lazio është mirë, Roma ka marrë më shumë pikë nga të gjithë. Është e vërtet, me Ranierin. Interi apo Napoli? Kampionatin. Do të bëj një arsyetim algoritmik. Nëse Interi vazhdon në Champions edhe shkon deri në finale, mund ta sakrifikoj kampionatin për shkak të ngarkesës, sepse Napoli luan realt. Një neshje në javë, di që thonë ajo. Nëse eliminohet nga Barni, siç unë mendoj, nuk e di se mund të fyen interistët, nuk e kam për pasion ose për anti-Inter, kështu më duket, mundet. Më shmendimi ju, s'ka ne. Jo, këtu s'ka. Po jo, të ftohtë që bëj. Normal. Se edhe Bayerni ka bërë ndeshje skandaloze, ajo ndeshja që bëri edhe Bayerni mbrojtë ka problemet e saj. Ajo ndeshja që bëri me Barcelonën, domethënë ishte që çdo sulm që bënte Barcelona me 2 pasime dile. Ne divan e kuptuam që do vinte goli. Ti je i zbilancuar mbrapa, ai trajneri nuk arrinte ta kuptonte, po ka rritje, ka ritëm, ka disa lojtarë të mirë përpara, domethënë. Edhe ai e ka ngritur në çikëritin. Musiala ka rritur, Harry Kane është killer, është vrasës atje në zonë. Me të dyja këpët. E jep është dhe trim. Sa vëndash që kërkojnë të rikthehet përsëri në Premier League, që ai po shko drejt 35-ave. Sa është 32 i kapi? Është garancie. Ai quhet garanci për golin. Kur blen atë, blen garancin. Ka dhe një gjë, ai nuk ankohet kur, atë godite me shkelma. Unë nuk kam parë një herë që ai të bëj një gest teatral kur e godet. Jo, është vërtet të kjo. Kurse Mbappéja kur vritet, o zot çfarë teatri bën, domethënë na thua ti që shpërtheu Vezufi dhe mbuloi gjithë Italinë. La Liga vendoset si macja me miun apo do ketë shkëputje të Barcelonës? Besoj se ajo do vendoset ndeshjen direkte që do kenë. Dhe më duket se e kanë ndeshje kthimi, e kanë në Barcelonë. E kanë në Barcelonë, po. Po kështu ka ndodhur gjithmonë. Barcelona ka fituar në Madrid, Reali ka fituar atje. Barcelona ka ekip të frikshëm. Ka djem të rinj që lëvizin në mënyrë korale, jo thjesht mbajnë topin kështu në një zonë, si të thua, të vdekur, thjesht për të lodhur ty mbaj topin, po se mbajti kundërshtarit, ti do bësh gol. Jo.
Është një kombinim i bukur, ndoshta e kam thënë, po është rasti ta përsëris. Holandezo, spanjollo, gjerman. Me thënë është një aliazh goxha i ndritshëm. Shikojmë si të shkojnë. Po deri në fund do të jetë luftuar. Do të jetë luftuar dhe më pëlqen. Sepse edhe Atletico ka dhënë goxha kontribut në kampionat, edhe në kupë, edhe në Champions. Ka djemë të rinja teori, ato kanë tjerët i kanë shumë të mira. Edhe në çdo ekip. Pra thënë. Shikoj edhe Real Sociedad, çfarë djemë të rinj. Flutra. Është e vërtet. Spanja ka një tjetër talente, po super talente. Edhe në moshë të re, nuk qofse di merr ke mallin personalitet. kampionatin italian, shikosh një apo dy apo shkoj 20 ca vjeç që. Po të shohësh një talent të ri marbur 19 vjeç që hyn atje. Profesor, pyetja fundit, çfarë ndodhi Liverpoolit? Gjeti kundërshtar shumë të fortë në Champions apo rënje fiziologjike e ekipit? Nuk them se Paris Saint-Germain ishte më mirë se sa Liverpooli. Ndoshta duket absurde, po do ta them si e mendoj. Do kishte qenë më mirë që mos kish fituar në Paris. Atë e kam menduar domun. Ishte thik me dy presa, se pastaj të dilte 0-0 dhe ai tynte në fush jo për të mbajtur rezultatin, po për të fituar. Sepse ndodh një shkallëzim në rënje në psikologjinë e lojtarëve, kur ti je 1-0 në ndeshjen e parë, bësh 1-0, prit se jemi akoma barazim, edhe pastaj bel nga vetja me atë që ta na bëjnë gol ne, edhe hidhesh kështu duke prishur ekuilibrat mbrapa. Ndërkohë, në momentin psikologjik ai është më mirë dhe po ta vësh re, nëse golat bëhen njëri pas tjetrit në një interval 5, 6, maksimumi 7 minuta, këto ndodhin gjithmonë për ekuilibër psikologjik. E ke pa Ancelotin si thot? Kalma. Qetëso. Gratal. Si qetëso më? Është 2-0 për atë. Qetëso, thot. Se mund shkoj 3-4 dhe e ka shpjeguar pse. Zhgënjimi i madh në Champions në finalen e Turqisë me Liverpoolin. 12 minuta 3-0, filloi pjesa 2, 6 minuta 2 gola Liverpooli. 3-3 pastaj. Edhe talleshin sa duhet për të zier një kokër vejes thonin, aq ju desh atyre për 3-3 dhe pastaj humbjen e penaltive. Dhe ai e ka deklaruar, nuk shpreh emocion, gëzimi në asnjë rast. Është i ftohtë edhe kur pson, edhe kur shënon, pastaj kur mbaron, qetësohesh. Si gentleman, i jep dorën, kështu që po Liverpooli do ta marrë, them, Premier League. Titullin po. Profesor, ju falenderoj. Faleminderit juve. Shpresojmë që mos jemi zgjatur shumë, por mos kemi thënë gjëra të mërzitshme. Gjëra të mërzitshme, po tani kur diskutohen gjitha temat duhem prek pak nga gjitha, sepse është ajo që nuk do ta lësh diçka. Jo, atëherë mos e prek fare. Kështu që nëse nuk i çon deri në fund argumentat, mund të lindin keq kuptime. Jo, shtrydhin portokallin që duhet ta pa e hedhur lëkurë. Jo ta shtrydhim sepse shtrydhja duket si një gjë. Jo, shtrydhje për konsumimin e temës. Ti marrim lëngun deri në fund. Po unë e kam në parim që nuk i lë gjërat në mes, nuk i lë ekuivoke me dy kuptime, sepse pastaj lindin mos kuptime me atë që të ka dëgjuar, që të ka ndjekur, mund të ndihet i lënduar, mund të ndihet i fyer, dhe prandaj duhet të çosh gjërat deri në fund. Por i ftojmë të kenë durim që të na dëgjojnë, se pa na dëgjuar mund na paragjykojnë dhe po na paragjykojnë, pastaj mund të dukemi sikur dhe kemi gabuar. Falenderoj profesor, ishte kënaqësi. Ky është episodi për sot. Uroj që do kënaqeni kur ta ndiqni. Ka tematika të ndryshme për çdo lloj kampionati, për Champions League, për kombëtarin, sidomos për kampionatin shqiptar, që do të japë një farë vrulli kampionatit shqiptar, do të japë një farë shkëndije, sepse është fikur fare ajo shkëndija. Futbollit shqiptar, jo thjesht kampionatit. Futbolli shqiptar duhet ta ndezim, domethënë ka gaz, sepse gazi në mendimin tim
është një popull që e dashuron jashtëzakonisht shumë futbollin. Po së ndeze mirë gazin shpërthen. Mirë. Po e lën ndezur edhe ja vë flakën ndërkohë që është ndezur në vend që të ngrohet edhe në erë. Është e vërtetë. Gjëra duhen parë me shumë maturi. Faleminderit profesor, edhe një herë. Mirupafshim.